ne patëm mundësi të shikonim dy kategori të deputetëve. E para njerë ishin deputetët klasik, deputetët e vjetër, deputetët që kanë mandate të tëra, një pjesë prej tyre janë fosilizuar, një pjesë prej tyre e kanë humbur dinamizmin e koherencën me kohën e sotshme. Sigurisht nuk është mosha, sepse në botë deputetët parlamentarët me moshë të kaluar janë burra shteti, janë njerëz që kanë peshë të fjalës, janë njerëz që kanë kontribute, kanë bërë libra, kanë bërë gjëra, kanë dhënë ide, kanë bërë ligje. Pra janë figura omnipotente të parlamentarizmit. Por kam përshtypjen që pjesa e vjetër e parlamentit të Shqipërisë nuk është se ka dhënë një kontribut kush e di se çfarë. Në përgjithësi kanë luajtur politikisht, kanë luajtur si militant, por jo se kanë dhënë ndonjë kontribut të madh. Kështu që në këtë pikpamje mendoj që këto zgjedhje treguan të paktën këtë gjë që në këto betejat e reja të integrimit evropian nuk mund të hyhet vetëm me kuaj të vjetër. Duhet ndryshuar kuajt. Sigurisht duhet ndryshuar në fillim të betejës, se pastaj në mes të betejës nuk ndryshon dot. Nuk i ndryshon dot. Kështu që në këtë kontekst Partia Socialiste e bëri këtë hap, i cili nuk e di se sa do jetë i sigurt për treguar pastaj cilësinë e deputetëve që ka inkorporuar në trupin e saj politike. Kurse djata për fat keq nuk e bëri këtë hap. Përkundrazi, u tregua retrograde, u tregua konservatore, me idenë që ne do qëndrojmë tek ta, se këta kanë dhënë kontribute, se këta janë ashti, janë kocka e partisë.